Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se erdhët në Villa 24. Mirëmëngjes të dashur. Mirëmëngjes Kati, ditë të mbarë të kesh. Faleminderit gjithashtu edhe për ju. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftojmë këtu tek Antioni Gatimit për të parë recetat që do përcjellim për juve sot. Qëndroni me ne sepse recetat të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme për të kaluar vaktin e drekës, por jo dhe vetëm. Atëherë, çfarë do të bëjmë? Të shpejta janë ato të cilat janë makaronat, ato bëhen të shpejta, ato bëhen, domethënë, që janë të kënaqshme, zgjidhja e shpejt kur themi ne, dhe kur do të përgatisim këtë salsën, sikur të kemi dhe 300 gram mish ose 200 dhe 300, domethënë çfarë, domethënë aq është mjaftueshëm për t'i dhënë shije, për ta bërë akoma pak më të plot, por janë këto, domethënë unë ndërkohë kam përdorur këto makarona që janë tagliatelle dhe janë kështu si foleza, sepse mishin e grirë do ta bëj kështu si topsa dhe do t'i vendos në të gjitha folezat nga një copës mish, dua të them. Nuk do thjesht do t'rregoj mënyrën domethënë se si do të bëhet, do të aromatizoj me këto bahanat që kam këtu, me piper të kuq, me piper të zi, me turmerikë, ndonjë tjetër domethënë që ka edhe qepe dhe hudhër të grirë, domethënë që janë një miks, nëse ju i keni, nëse si keni s'ka problem, mund të shtoni akoma në energjik, borzilok, varet sipas preferencave dhe aty që keni ju në shtëpi. Janë shije tuaja këto, por pak nga të gjitha bëni domethënë një miks erzash që i shkojnë shumë dhe na i bëjnë shumë të mirë dhe të shijshme pjesën e mishit. Dhe do ta kemi kështu siç është, as i kavardisim, as i bëjmë. Do t'ju tregoj më mbrapa se si bëhet. Filloj fillimisht me një herë dhe pastaj prap do t'tregoj edhe recetën që të vendosim domethënë gjellën përpara që në fund juve t'ua tregojmë të përfunduar. Pra do të filloj domethënë duke bërë kavërdisjen e qepës, të cilën qepën më përpara unë e kam të grirë në rende me qëllim që edhe fëmijët e vegjël nëse nuk e duan domethënë dhe nuk u pëlqen që të shikojnë pjesën e qepës, se kjo gjatë të zjerjes do të tretet. Po, të zhduket pothuajse plotësisht. Ishte pak ujë aty? Jo, nuk ishte ujë, po ishte lëngu i qepës. Edhe nuk do ta hedh brenda, por do ta lë kështu. Tani, sipas dëshirës, ju mund të shtoni edhe ndonjë thelpi hudhër, nëse nuk e doni, domethënë që të jetë ndjesia e hudhrës, domethënë të ketë shumë ndjesi hudhre, mund të hidhni 1-2 thelpinj hudhër, ta hidhni kështu të plot, që të lëshoj aromën aq sa duhet. Dhe ndërkohë ata që janë dashamirës të hudhër konsumojnë hudhrën dhe kalamaj fëmijët për shembull nuk do ta ndjejnë. Thjesht do të marrin atë shijen e hudhrës. Edhe pse mirë është që të konsumohet nga të gjitha. Patjetër që është shumë mirë. Për më tepër tani në këtë periudhën e sezonit të virozave. Po, Anila. Është antibiotik, po thoja. Patjetër, antibiotik natyral. Dhe nga produktet që neve konsumojmë. Prandaj themi që shëndeti tregon atë që ne konsumojmë. Nëse ushqemi i shëndetshëm, atëherë do të kemi edhe një shëndet të mirë. Ndërkohë që këtu unë do të shtoj akoma edhe karot. Pra, është një kombinim i mirë i salsës për të përgatitur, domethënë, me këto makarona që unë kam përzgjedhur për juve sot. Të njëjtën gjë kam bërë edhe për punën e karotës. Nuk e kam lënë kështu në pjesë të mëdha siç e lëm zakonisht, por juve mund ta grini në rende ose në një makinë, si thuash, grirëse. Por që zakonisht kur përgatisim salca, perimet grihen sa më imët, pra që të mos kemi copoza të mëdha. Gjithsesi mbetet përsëri në dëshirën tuaj, por duke qenë se edhe mishin do ta kemi mish të grirë, pra në domatën e kemi gjithashtu të grirë, domate të freskët do të përdorim më? Po, domate të freskët, po para se të shkojmë te domatja e freskët, unë këtu brenda do të hedh salcën, po atë që them gjithmonë që dua që salca të kavërdiset, të aromatizohet për të lëshuar ato aromat e mira. Dhe kjo bëhet gjithmonë në qendër të tenxheres apo të tiganit. Thash në tigan sepse do t'i përmbledh të gjitha këtu dhe do ta përfundoj këtu recetën që na bëhet sa më shpejt, nuk ka nevojë të kalojmë nga tigani në tenxhere, e nisim këtu dhe e bëjmë këtu, por që ta përfundojmë kështu, duhet me patjetër të kemi një tigan të madh, domethënë, që të luajë atë rolin edhe të tenxheres. Mirë është të kemi gjëra të tilla në shtëpi. 1-2-3 gjëra, jo më tepër. Domethënë, një tenxhere të mirë, një tigan të mirë, një tavë të mirë. Mos e ngarkojmë shumë. Tani ka ikur ato busht, ato dollapet me plot më mirë dy gjëra që janë funksionale, janë dhe cilësi pak më e mirë, lahen lehtë, se edhe këto janë punë për të bërë pas gatimit. Dhe nuk mbi ngarkojmë dollapet dhe shohim pastaj që pjesën më të madhe të tyre as i përdorim fare. Kështu na ndodh zakonisht, kështu që këtu kam, si thuash, edhe pjesën me t'i hedhim me dorë faktikisht, piper të kuq, të ëmbël apo jo? Po. Piper të zi. Edhe krip. Dhe kripa. Gjithmonë shok të njëra tjetrës. Po, prandaj i shoqërojmë dhe vendosim bashk.
të gjitha këto, dhe erdhi momenti tani që të shtojmë edhe domaten e freskët të grirë në rende apo dhe në një makinë grirëse. E lëjmë tani pak që të zihet kjo salcë, dhe më mbrapa pastaj do të shtojmë këto makaronat, dhe mbi makaronat do të vendosim pjesën e mishit që do të kemi në copza. Dhe sa ta lëmë që të na bëhet, nuk do t'i kalojmë në zjerje për para? Jo, aty do zien. Aty brenda në salsën e vetë? Në salsën e vetë, nuk ka nevojë të thashtu. Aty do zien makaronat, aty do zihet mishi, aty do zihet komplet gjella, jo në makarona, prandaj themi një makaron të shpejt, dhe në fund fare do ta servirim me këtë djathin qoftë të grirë, qoftë edhe kështu në pjesë, domethënë në copës që e grim lart me një rende, dhe sigurisht si pas dëshirës mund të shtoni akoma borzilok, mund të shtoni majdanoz, mund të shtoni kopër, këto janë ato preferencat tuaja, i shkon shumë kësaj lloje gjelle, akoma edhe rozmarina, edhe në gjete dafin, por këto u alën alternativa për ato që juve keni, do me thënë, shije tuaja, të gjitha kombinojnë dhe janë shumë, do me thënë, e bëjnë shumë të mirë të recete. Tani këtë recete do t'a quajmë të lënë për momentin, sepse ka mbetur koha e makaronave. Tani një pyetje kam unë, që ne t'i zihem makaronat aty brenda, nuk ka nevojë për pak më shumë lëngje? Patjetër që do edhim. Do edhim. Prandaj thash si do zihet më aq. Do edhim, ujin duhet ta kemi të ngrohtë. Do të edhim ujë në momenti që do shtojmë makaronat, do shtojmë mishin, do shtojmë edhe ujin dhe do t'i kemi gati, pastaj do t'i lëmë që të na zihen. Aq sa është koha e zjerjes së makaronave. Po doni, do me thënë që ti keni pak të lëngshme, dhe mua më pëlqen që ti jem pak të lëngshme, mos jenë të thata fare si pilaf, i shtoni pak më tepër ujë. Do me thënë, nëse është raporti 1:2 në varësi të masës makaronave, ju shtojni 1:2,5 deri në 3. Makarona e përthith, do me thënë, ujin, është dashamirësi, do me thënë, e lëngjeve, dhe aq sa qëndron aq më shumë e do ujin, por neve do hedhim aq sa duhet faktikisht që edhe t'i shijojmë me gjithë këto përbërës që neve hedhim brenda. Si recetë shoqëruese, unë kam menduar një sallatë që e them me plot vitamina, sepse do të kemi një mix sallatë, qoftë jeshile, rukula, spinaq, akoma edhe ato lakrat e egra, do me thënë që janë ca lloj lakrash, të cilat të konsumojnë kështu edhe të freskëta, kështu që është mirë një shumëllojshmëri, ato që ju ndodhen, do me thënë, dhe mund të keni mundësinë që t'i gjeni dhe t'i keni në shtëpi. Ndërkohë, unë kam thënë këtu në recet edhe repa. Për momentin unë nuk kam. Por që gjënden në treg, patjetër që gjënden, nëse ju gjënden mund të shtoni, sepse dhe ato kanë një shije pikante, edhe i japin shumë shije dhe përveç se vlerave ushqimore. Dhe tani në kohë të dimrit sigurisht që kemi nevojë, do me thënë, që të konsumojmë edhe të tilla. Nëse s'kemi rep, mund të shtojmë finokjo. Edhe atë, do me thënë, dhe ajo i jep një shije tjetër, ajo ka shije në uzos. I jep një tjetër shije, një shije delikate dhe një shije shumë të mirë dhe të shijshme. Gjithashtu unë do të përdor domate, mund të përdorin domate të vogla, mund të përdorin dhe një domate të plot. Nuk është e thënë se duhet me patjetër këtë sallatë ta shijojmë me domate të vogla, mund të shtojmë edhe domate të mëdha. Gjithashtu do përdor këtu edhe speci që ka atë vitaminën C. Të gjitha këto pasaj do të shoqërohen shumë me cipën dhe lëngun e portokallit, me cipën dhe lëngun e limonit, me një hudhër. Nëse ju ndodhet kapari, do me thënë edhe kjo ka një shije pikante të kripu, dhe nëse doni mund të përdorni, dhe nëse ju ndodhet mund të shtoni të ca kokra, do me thënë nga këto, për t'i dhënë një ekstra shije sallatës tuaj, por sigurisht që të gjitha këto kanë vlera ushqimore. Do t'a lë këtu dhe do t'kaloj tek gjëja kryesore e ditës sot. 2 receta na kalon Kati deri tani. Jo, s'ka problem se do t'a lë këtu sepse do të shkojmë në fund. Do shkojmë këtu tek buka që kemi në furrë. Pas kemi bukë sot dhe unë nuk e pash. Po, kemi bukë dhe bukë, që një bukë e shpejtë është kjo, nuk do t'a lëmë që të vije të bëhet, por bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme dhe ju garantoj sepse kam provuar disa herë dhe më ka pëlqyer shumë dhe mendova që këtë recetë pse jo ta ndaj edhe me ju të dashur miq. Që do të thotë do të bëjmë bukë me kefir. Kefiri, do me thënë, është, si thuash, përveç se konsumojmë kështu, të freskët, dhe na jep shumë shije, na jep proteina, na jep shumë vlera ushqimore që përmban kefiri. Shumë i shëndetshëm. Jashtëzakonisht i shëndetshëm. Dhe do ta bëjmë me kefir, me miell, me baking powder, do me thënë një lugë të çajit, për masat që kemi. Tani, e kam atje si 360 ml kefir, po kjo përmban brenda 400. Kështu që do ta përdorni. Theni një glëng juve, edhe bëheni 350. Do mos e ktheni, i hidhni. Do të thotë që hedhim
Jo, në kushin është mirë që të bëjmë shaka, sepse shakat janë ato që të shkojmë fiks në mililitri. Nuk ka nevojë, është të tamam ashtu si që. Jo, asnjë gjë, mirë janë dhe këto gjëra që shkëmbejmë Anila, sepse nëse do ta bëje ti do ta thoshje ti këtë gjë, mund ta mendonte një anvis nga shtëpia. Dhe unë i them anvisës mund të bëjnë këtë që thot Anila që të kthejmë një gëllë, por mund të bëjmë edhe tjetrën që do të thotë hedhim fillimisht gjysmën e sasisë miellit, hedhim edhe atë që neve kemi bërë si të programuar për të përgatitur këtë bukë, shtojmë këtë baking powder, do të shtojmë edhe kripën, i përzihem, hedhim kefirin dhe pastaj shtojmë miell aq sa të na marrë që të na bëhet si një brum buke. Pra është një brumi i trash, brum buke. Ashtu. Tani, ajo që më ngelet mua, më duhet që të heq bukën tani këtu që të shikoni, do me thënë se sa e mirë na është bërë buka jonë me kefir. Okej, atëherë, si gjithmonë kur kemi ne receta që duan kohën e vet në përgatitje, në pritje dhe në pjekje, Kati e fillon kështu nga fundi mund ta quaj, e realizon, pra e nxjerr nga furra të pjekur, që ju bashkë me ne këtu t'ju hapet oreksi. E shikoni? A ka ndryshim nga jo buka? Edhe shikoj, kam bërë me miell lart, sepse duhet ta sill në mënyrën tradicionale bukën që neve na pëlqen më shumë. Nuk e di nëse në shije kefiri ndikon madhomendja, sepse nuk është një brum i bërë me ujë. Ne do ta provojmë këtu dhe do t'ju them pastaj se si është rezultati edhe në shije, në pamje të merr në qafë. Në pamje të merr në qafë, do ta lëm pak të ftohtë, po, të kulloj siç themi gjithmonë. Ja, po, djeg në fakt. Jo, po s'ka që kemi kohë mjaftueshme, mund ta lëmë kështu për momentin. Do ta lëm pak, ta mbulojmë që mos na thahet. Mi bëra edhe këtë me kështu, hopa ja kështu. Shumë receta të mira që do t'ua tregojmë pak më vonë që mos ta ashtu. Atë e trazojmë tani. E lëm dhe pjesën e bukës që do ta tregojmë pak më vonë sa ajo që të situatë djersi, si themi neve në shtëpi, dhe të ketë mundësi që të dali kollaj. Dhe rikthemi këtu tek receta që neve filluam dhe nisëm që në fillim. Shiko se sa mirë u vjen salca. Me thënë, e lam në qetësi, në momentin që ne bëm shpjegimin e recetave që do të përcjellim për juve sot, dhe shpresoj anvisa të qëndroni me ne këtu dhe mos lëvizni kanalin, sepse vërtet do të keni si rezultat në fund fare receta shumë të mira, edhe shumë të shishme dhe të kuptueshme dhe të kollajshme për të përgatitur. Alternativat janë të ndryshme atë që unë ju thash. Nuk është e thënë se do të keni atë miksin e lakrave e sallatave që unë ju thash, më thënë. Ka gjithmonë një përbërës mund të heqim një që dhe mund të bëjmë diçka tjetër. Patjetër. Tani këtu do të hedh, tu kam ujë të ngrohtë, do të hedh pak ujë të ngrohtë, jo të gjithin, do ta hedh tu sa ajo të filloj që të marr val. Dhe pastaj do vendos tani makaronat me njëherë. Makaronat aty brenda. Okej. Mirë, ndërkohë Kati unë kam nevojë për pakës kohë. Mund të vendosësh, mund të marrësh kohën e dur Anila sa unë të hedh, do me thënë i shikoni këtu të gjitha? Ku ta tregoj ja. Është sa bukur e kemi këthe nga krau tjetër. Në rregull, ja këtu. Një ylber me erza. Ani, mendo ashtu, ja, shiko. Siç kam, ndërmjet tyre kam dhe pakës krip, ndoshta nuk dallohet. Dallohet. Ashtu, kam vendosur dhe pak krip, që do të thotë është kripa që do i duhet mishi të grirë. Dhe këtu kam mishin e grirë. Pra, erza do t'i përzihesh me mishin e grirë, siç bëjmë qoftet, mund ta themi kështu, siç bëjmë brumën e qofteve. Ndërkohë që Kati merr kohën e nevojshme për të bërë një përzierje të mirë të mishit me të gjitha erzat, unë po ju kujtoj pak sepse ju duhet të merrni parasysh jo vetëm recetat që Katerina ndërton çdo ditë për ju, edhe për ne këtu që i konsumojmë. Sigurisht sekretet e saj të gatimit që nëse na dëgjoni me vëmendje çdo ditë do të mësoni diçka të re, por edhe produktet që ne zgjedhim. Ashtu siç themi gjithmonë, që të kemi atë rezultatin e recetave njësoj si ne, pra që kjo buka t'ju dalë njësoj si ne, dhe të mos thoni më pse s'më doli brumi ashtu dhe pse s'më doli buka ashtu, ne ju sugjerojmë edhe produktet me të cilat gatuajmë, dhe jo vetëm sepse ne zgjedhim të gatuajmë, por sepse i testojmë çdo ditë dhe jemi të bindur për rezultatin dhe mbi të gjitha për shëndetin që na ofrojnë produktet që ne konsumojmë. Dhe meqense jemi tek shëndeti, do doja t'ju kujtoja se mëngjesi ka nevojë për proteina, ka nevojë për vitamina, ka nevojë për energji dhe pse jo edhe për vakte të shpejta, sepse e dim që jeta dhe dita nis me një vrull të madh si për ne që nisemi për në punë, si për fëmijët apo studentët që nisen për në shkollë, po pse jo edhe zonjat që qëndrojnë në shtëpi dhe duhet t'i japim drejtim mëngjesit shpejt e më pas të merren me drekën e të gatuajnë kështu siç ne bëjmë çdo ditë. Ndaj ajo që ne ju sugjerojmë është jo vetëm për të nisur ditën me energjinë e nevojshme dhe të mos jeni kështu të lodhur e të përgjumur, të zgjidhni vezët si një alternativë ideale për të nisur vaktin e parë të ditës, dhe cilën vezë
vezë, sigurisht që ato që na ofron cilësi në 4 stin është pikërisht veza Ovital, të cilën jo vetëm e kemi pjesë të vakteve të përditshme tonat, por e kemi të pandashme dhe në realizimin e recetave. Po thuaj se në çdo recet ka një kokër vezë, ka një të verdhë vezë apo një të bardhë vezë, kështu që duhet të jetë gjithmonë aty në shtëpi, sigurisht duke na ardhur edhe në paketime të vogla e të mbëdha deri në 15 kokra për t'ju përshtatur të gjithë nevojave që ju keni. Përmenda pak bukën që unë kam këtu edhe po e ndjej që është edhe e ngrohtë, sigurisht që produktet e brumit o realizohen o nuk realizohen. Nuk ka një të mesme që kjo buka të dalë kështu. Dhe kush është baza, është brumi, është mielli, është ajo qeska që ne zgjedhim për të realizuar produktet. Ja, është fantastike. Dhe është mielli Ola, mielli për çdo përdorim ai që ne kemi zgjedhur sot, por kompania Atlas është siguruar që të vi tek ju me alternativa dhe me paketime të ndryshme nga njëra tjetra, jo vetëm të përcaktuara në tekstet e cilit ambalazh, por duke bërë identifikimin edhe nga ngjyra, që të gjitha kemi sa më të lehtë të bëjmë pazarët tona dhe të dimë çfarë të përgatisim në kuzhinën tonë, që nga recetat e kripura të bukës, byreqeve, petullave, krepave, po pse jo edhe ëmbëlsirave apo kekut, ku ju vjen në ndihmë paketimi i vogël në ngjyrë të verdhë apo ngjyrë të kuqe, me aromë vanilje, e jo vetëm me emrin Farinap. E di që e njihni, thjesht ja përmend her pas here. Dhe meqense unë mora bukën si sfundo, kjo buka vjen e veçantë dhe me një shije krejt ndryshe, sepse Kati ka zgjedhur ta përgatisi pikërisht me kefirin. Kefiri është një probiotik natyral. Çfarë do thot një probiotik natyral? Nëse ju jeni në këtë fazën që keni ato, se e kemi patur në frigorifer dhe ka krijuar këto bulza të vogla të tretjes, shqetësimet në stomak etj, keni nevojë të siguroni zorë të shëndetshme. Kemi mësuar shumë shpesh edhe nga kjo studio se është zora i truri ynë i dytë që na siguron të gjithë funksionin e organizmit ton. Dhe një shishe kefir i tillë në ditë e sigurt që ju do të ndjeni një ndryshim në organizmin tuaj dhe vjen pa diskutim nga lufra, ashtu si kurse vinë edhe pa fund produkte të tjera. Ja, ku i kemi të bylmetit që nga i qumshti, nga kosi që pijet, kosi tradita, i qumshti tradita, gjithashtu djathi që nga dele, lope etj në paketime në qese apo në ato ambalazhet që kanë edhe shëllirën brenda, njomza, gjiza, kosat në tasa të vegjële të mëdhenj dhe pse jo edhe djathin kaçkavall që ne sot do ta përdorim për t'i dhënë edhe më shumë shije makaronave tona. E doni në copë, e doni të grirë, lufra ju vjen duke ju përshtatur të gjitha kërkesave tuaja. Sigurisht që vaktet tona ka nevojë, përveç se të jenë të shpejta, të kenë dhe shumë shije, në mënyrë të veçantë nga fëmijët, dhe unë e di që Vudi është në çdo familje ku ka fëmijë për të përgatitur sanduiçet e shpejta për t'i marrë me vete, ato piknikët e këndshëm të fundjavës. Vudi na e kthen ditën në një fest, na jep gëzim, na jep shije dhe sigurisht që na siguron një shëndet të mirë kur përdorim produkte të sigurta. Katerina po më pret. Po të pret, por nuk qëndrova këtë dashuran visa. Shikoni, do me thënë, unë kam vendosur këto foleza, do me thënë, makaronat fillimisht dhe mbi to kam vendosur, tani duhet të tregoj dhe këtë të fundit, i lam 2 që të tregoj. Pra, i vendosim kështu, në këtë mënyrë. Dhe këto kur të vendosën në pjatë do ngjajnë dhe bukur kështu, pra një mix kemi mundësi për shembull mund ta nxjerrim në një pjatancë kështu. Edhe secili sepse mbasi kemi vendosur këto. Vendosur tani pjesën e mishit, ajo që ngelet është do të shtojmë përsëri pak ujë, do t'i lëmë që të zihen. Të me thënë Kati, këto zihen kështu, a? Po. Mishi është i grirë, mishi nuk do shumë kohë që të bëhet gati. Në kuptaj. Kapak do? Patjetër kapaku, ai do t'i zihen kapaku. Të me thënë avulli që do të krijohet gjatë zjerjes mendimin në një kapaku, do të... Tani nëse doni mund t'i shtoni pak gjalp, do me thënë të shkrirë, nëse ju pëlqen, sigurisht që gjalpi jep një tjetër shije, na e bën akoma edhe më të shish me gjellën tonë. Shumë e mirë u bë. E mbulojmë tani me kapak, e lëm që të bëhet dhe tani koha e zgjatjes këtu e duam rreth 15-20 minuta. Në momenti që vendosim makaronat, duhet me njerë të vendoset pjesa e mishit, mos i lëm që të zihen makaronat pastaj që të arrihet koha e duhur, do me thënë, e makaronave dhe e zjerjes së mishit. Tani që vendosëm edhe kapakun, avujt që do të krijojmë për brenda, do me thënë,
tenxherës, ose tigani si mund ta themi ndryshme, bëjnë atë pjekjen e mishit dhe kemi mishin të shishëm, sepse ju e pat me çfarë marinuam neve mishin dhe kështu që ajo bëhet shumë të shishme. Ndërkohë që bashkë edhe me makaronat, në momentin e fundit, pra 2 minutat e fundit, do heqim kapakun dhe shohim domethënë që janë bërë gati edhe mishit dhe makaronat, do të shtojmë djath, domethënë djath kaçkavall, e spërkatim lart të komplet atë, e mbulojmë pak, prap, dhe në fund fare me majdanos të freskët në momentin që do ta servirim. Neve këtë do ta tregojmë në momentin që do ta servirim. Tani nuk e di si jemi me kohën dhe çfarë duhet të fillojmë që të bëjmë. Do na njoftojnë se sa minuta kemi edhe të shplaj veç se pak duar dhe të nxjerr bukën. Kemi 5 minuta kohë. Do të fillojmë. Ndërkohë që unë nuk kam lexuar asnjë recetë. Mund të fillosh recetën? Lexojmë pak recetat, i shohim në ekran të gjitha, një nga një. Tagliatelle folez me mish të grirë në tigan, 1 pako makarona, 1 qep, 1 karot, gjysmë speci të kuq, 1 lugë salcë domatesh, 1 lugë piper të kuq speci, 300 gram mish të grirë, 1 lugë mix erzash, 4 lugë vaj, 50 gram djath kaçkavall, majdanos, kopër, krip edhe piper. 300 gram salat mikse. Pra, salat mix me vitamina dhe me shumë shije, kjo është titulli që Kati ka vendosur sot, në duhet 300 gram salat mikse, rukola, salat jeshile, spinaq, 2 qep të njoma, 2 repa, 1 domate, 1 lugë kamperi, borzilok, 1 thelpi hudhër, vaj uthull, lëng limoni, 1 portokall, krip edhe piper. Bukë shishme dhe shpejt me kefir, bukën që pam para pak në ekran dhe do të përgatisim brumin tani, me 450 gram miell, 360 ml kefir, 1 lugë pluhur pjekës, 1 lugë krip. E thjesht fare është, sa pak përbërës ka, më thënë mielli, kefiri, pluhuri pjekës, kripa, që përgjithsisht miellin e kemi në shtëpi, kripën gjithashtu, kefirin ndoshta duhet të bëjmë një pazar më të shpejtë që ta kemi sa më të freskët dhe ja ku e kemi realizuar, edhe pse bëhet fjalë për një shishe të vogël, kështu që edhe shumë ekonomike kjo buka, na shkon ka më lirë se të blejmë një bukë gati. Shumë e shishme dhe kemi nevojë që her pas here ta provojmë tani e uli temperaturën. Ja, kjo është buka me kefir. Sa e mirë. Shikojeni. Duke. Dhe sa aromë të mirë që ka, përveç se bëhet e mirë, bëhet shumë e shishme, mund ta konsumoni me djath, mund ta konsumoni, me thënë, me çfarë tjetër me Anila? Me një sos, me një salcë. Me një salcë kosi, me një gjizë të lufrës, mund ta konsumoni, nëse do të kemi, do me thënë, do të shkojmë në variant të kos, do ju bëj një djathë që bëhet, do me thënë, djathë të bardhë, me speca, me domate, po deshtë në një thelpi hudhër brenda, vaj ulliri rigon, i vendosni në furrë të piqet, edhe nxirreni dhe bëjeni me çapa pastaj. Dhe mbaron gjithë buka për 5 minuta. Edhe ashtu, dhe në moment që e nxirrni nga furra dhe keni kështu siç e kemi neve, mbulojeni me një pecet të kuzhinës, lëreni të qëndroj të pushoj, dhe ajo do me thënë do të si themi neve rikullon buka. Dhe pastaj më mbrapa do ta prisni dhe ne do ta presim në momentin që ta lëmë do ta presim në pjesën e dytë, i bëjmë dhe ne siç duhet e gjitha. Në rregull. Nëse jemi tani 2 minuta na kanë mbetur. 2 minuta thjesht neve le ta tregojmë, me thënë të hedh miellin, si bëhet veprimi si në fillim fare që unë ju thash. Që do të thotë, hedhim gjysmën e sasisë dhe ndoshta edhe më tepër miell. Shtojmë këtu baking powder, 1 lugë. Edhe marrim shtojmë edhe kripën ku e kam këtu. Kemi këtu. Tani unë do ta hedh me sy, juve hidhni me masë varet se sa e doni do me thënë të kripur pjesën e bukës. Se ndonjë e mund ta bëjmë me dorë filloj që në fillim. A të sugjeroj diçka? Po më thuaj. Ta lëm kështu me do ta lëm patjetër. Dhe kefirin ja shtojmë kur të kthehemi që të shohim tamam si do të përgatitet. Thjesht unë bëra përzierjen e këtyre. Do me thënë këto ishin masat e para, do të shtoj qefiri dhe pastaj do të shtoj miell aq sa të marri. Shumë mirë. Dhe këto do ta bëjmë kur të rikthehemi. Ashtu e bëjmë. Dhe do rikthehemi shumë shpejt. Këtu jemi, ju presim.
Gati për të nisur përgatitjen e bukës. Ajo që kemi bërë është të kemi përzier mielin me pluhurin. Po shikojmë më mirë këtu besoj. Shihemi gjithandej. Këtu. Okej, e kujtojmë edhe një herë shkurtimisht. Po patjetër, s'ka shumë gjëra për të kujtuar. Thjesht duhet të kemi mielin, të kemi këtë kefirin, një bidon të tillë është i mjaftueshëm për të përgatitur një bukë, të bukën që neve kemi këtu. Ja buka. Na ka humbur buka, e gjeto. Jo, se kemi një bukën këtu, ku mbet kjo bukë. Kjo bukë, shiko si është bërë. Okej. E kemi gati neve këtu. Hajde, vazhdojmë. Ashtu. Tani, të dashuran visa tham pak më përpara. Këtu kam bërë përzierin që mos i shtojmë prapë, pra tham një lugë të çajit baking powder, një lugë të çajit ose ndoshta edhe më pak krip, kjo varet, do me thënë se sa të kripur e doni juve bukën, mund të shtoni dhe 3/4 e lugës të çajit, që mos ta bëni dhe shumë të kripur. Dhe do të shtoni edhe një bidon kefir. Pra kjo është si gramatur dhe si recetë. Dhe miell, aq sa të marrë që të na bëhet një brum buke, sepse ne nuk do ta bëjmë, do me thënë që ta lëmë që të vi, thjesht e përgatisim, e bëjmë gati, do me thënë një formë, që kemi lyer pakës fare me vaj, edhe spërkatur ashtu siç bëjmë kekun, edhe spërkatim edhe me miell. Kjo bëhet që të na dalë edhe ajo buka, do me thënë të kujtojmë fshati, bukë fshati, fshaçe, se edhe këto gjërat kështu i kemi. Tani i përziejm fillimisht pasi kemi hedhur këto miellin e parë, pjesën e miellit të parë. Hedhim tani kefirin, e trazojmë kështu sikur po e pim, edhe e hedhim brenda të gjithin. Hapim këtu një në mes, në qendër, e hedhim të gjithë, nuk ka nevojë as edhe të ngelet as pak, s'ka problem, sepse tani e trazoni, edhe do shikojmë se sa miell do të na duhet tjetër. Po. Shkrin baking powder kripa që kemi hedhur brenda, tani me këtë pjesën e miellit që do të shtojmë, do ta punojmë, do ta bëjmë në trajtën e formës së bukës, ashtu si do ta bëj dhe unë tani, do ta bëni dhe ju në shtëpiat tuaja dhe do shikoni se sa bukë të mirë që bëni për 25 me 30 minuta. Do të kujdeseni në momenti që bëni këtë, do me thënë punimin e kësaj, të vendosni furrën që të jetë e nxehtë, dhe më mbrapa e vendosni në furrë dhe për 25 minuta sa të bëni dhe makaronat tuaja, e keni dhe bukën gati. Mendoj që të vraponi ta merrni një kefir dhe mielin e keni në shtëpi. Po pra, duhet provuar kjo buka. Bëjeni sepse vërtet do ngeleni shumë të kënaqur tani me ndihmën e duarve. Duke parë, me thënë se sa miell do të na duhet. Do shtojmë nga pak, po. Por në mënyrë graduale. Po, që mos ta bëjmë të fortë. Jo të fortë. Të jetë e butë. Ja dhe ne me kështu pa e matur fare, ashtu si që ja tregova, kështu bëheni dhe juve në shtëpi. Të ndihmoj unë. Në rregull, faleminderit Anila. Nuk do shumë të punohet, thjesht. Është më mirë të punohet në tryezë. Pak, po, do me thënë që ta përmbledhim. Okej. Ta mbledhim që ta vendosim në formë. Mund ta bëni në këtë formën e bukës që kekut që keni në shtëpi, mund ta bëni edhe në një kështu të rumbullakët. Nuk është e thënë se tani e punojmë këtu me qëllim që t'i japim edhe formën. Formën e tavës ku do ta vendosim. Shiko një brum i butë. Një brum i butë. As të ngjis në dorë, por dhe jo ta teprojmë, do me thënë që të jeti fortë. Që më zor të punohet, po. Të jeti butë, të ketë të përmbaj këtë lagështirën, ja. Ky është brumi. Marim formën, tani ta vendosim ke forma. Tash më përpara lyer pak fare me vaj, edhe vendosim brenda. Tani me majën e thikës, i bëjmë ato predhjet që ta ajroset buka në momentin që ashtu. Atë do ta bëj Anila, unë do pastroj duart edhe tryezën, edhe Anila bëj ca kështu, do me thënë, të prera. Ja, shumë mirë. Ja, kaq, janë besoj mjaftueshëm. Do i shtojmë edhe pak miell nga sipër, apo mjafton kaq sa ka? Urdhë Anila? Ska që mbaro me lavamanin, po, e pash që nuk më i kryva. Jo, them do t'i hedhim më miell sipër, apo do t'a lëmë me kaq?
pak spërkate, faktikisht, se ai mielli është që na jep atë, si thuash, një tjetër, si thuash, paraqitje, shije, është okej kaq? në rregull, po, është në rregull. Tani nuk ka kujtojmë edhe një herë nevojë. temperaturën. Po, në një temperaturë 200 gradë dhe do ta lëni për 30 minuta, 35 do ta shikojnë, domethënë. Dhe kjo varet sipas llojit të furrave dhe këto po që nuk janë 35 me 40 minuta aty. Se sa thash unë më përpara, ndoshta thash më pak, po jo, e do buka kaq që të bëhet. Më duket se tham 25 çfarë, po gjithsesi na dëgjoni tani. Tani. 30-35, sepse faktikisht atje, se dhe unë gjithmonë nuk është se shikoj dhe orën, gjithmonë e shikoj që fryja të merë formën ajo, edhe vetë edhe e fik. Po ju atje duhet ta shikoni, 30-35 është gati. E kemi gati për ta vendosur në furrë, nuk e lëm të qëndroj, të pushoj, të vi, të bëj, është gati për ta vendosur në furrë, nuk ka asnjë problem. Ashtu siç neve e bërëm të parën. E vendosum këtë tani që të na bëhet edhe kjo gati. Tani, çfarë kemi bërë ne në fillim? Domethënë në pjesën e parë, duke ju kujtuar pak që nëse ju na kapni nga pjesa e dytë për shembull dhe shikoni që një pjesë të gatimeve ne I kemi kryer, klikoni pak minuta më vonë në YouTube, në dy kanalet tona zyrtare, në News 24 ose në Villa 24. Pra në News 24 keni lajmet, keni të gjitha emisionet, keni gjithçka që transmetohet në 24 orë në News 24, keni edhe kanalin Villa 24. Aty brenda keni edhe recetat e gatimit, kështu që edhe këto që kemi përgatitur sot, po sigurisht edhe të sezoneve të kaluara apo të ditëve të kaluara I keni aty. Në një farë mënyrë është një arkiv interesante e cila ju ndihmon, pse jo, për ta shfletuar edhe për të marrë ide gatimi në përditshmërinë tuaj. Ky problemi më I zakontë që zonjat kanë, sepse duhet thënë dreka është vakti kryesor për pjesën më të madhe të familjeve shqiptare, kështu që ajo pikpyetja se çfarë sot do të bëj për drek është prezente besoj tek të gjitha prej nesh. Do ta presim bukën apo ta lëm për më vonë? Shikoni, la sa të bëhet, domethënë ta lëm bukën, që ti kemi të nxjerrim të gjitha në tryezë. Ta shtrojmë tamam. Ta shtrojmë tamam tryezën. Dhe unë kaloj këtu, domethënë sepse dua. Ta shohim mirë. Sa të mira u bën këto. Shikoni sa të mira u bën dhe hek pak. Nuk kam merrte mendja që do bëheshin kaq. Jo, bëhen shumë të mira, pale të shishme një herë. Tani që t'iki kjo e troqa unë që mos më ashu shumë. Pa, mos shteronte lëngu më shumë se duat. Shumë e mirë pas ka dalë. Përgatiteni këtë recetën, edhe më pëlqen ideja që e nisim edhe e mbarojmë në një enë, në një tigan, se zakonisht zihem makaronat më vete, përgatisim salsën më vete, apo atë mishin më vete, kurse në këtë rast I kemi të gjitha aty edhe... Dhe bëjnë edhe më të shishme. Ja, dhe djathi kaçkavall I grir, I lufrës, që kryesisht makaronat e duan në fakt, I jep një tjetër aromë, tjetër shije, plotson pjatën. Tani e fikim këtë pjesën e... Po, dhe lëm të na shkria I djathi. E mbulojmë prap me kapak. Shumë e mirë duket, ë? Edhe e fikim plotësisht, nuk ka nevojë. Në momentin që hedhim djathin, e fikim dhe I lëm në temperaturë, domethënë të sobës, sa neve të bëjmë gjërat e tjera gati, edhe kemi gati, ka nevojë më të qëndrojë ajo. Tani thjesht në temperaturë të sobës do të jetë shumë shpejt gati. Okej, mirë. Ta lëm edhe këtë këtu. Edhe ajo që ngele tani, Anila, kemi sallatën. Sallatën këtu kam hedhur edhe këto bishtat e qepës, sepse nuk ka nevojë që të tregojmë se çashtu. Nuk mora këtë të gri pak. Çfarë do grim? Tipën e portokallit edhe limonit. Edhe këtu mund ta bëj, domethënë që ta kem më imët. Cip limonit, cip portokalli, I lajm më përpara. Patjetër. Aman më si dëgjoj këtë me sode me ato, por nuk ka nevojë more me sode. Lajeni aty në, si thuash, në çezëm, edhe vetëm kujdes mos jenë me dyll. Kjo ka rëndësi. Po, që ndjehet. Po, I hedhe unë edhe pak hudhër. Nuk ka nevojë që ta bëhet të salcën më vete, ja hedh këtu dhe këtë hudhrën. Edhe portokallin kam të lara, duke dhe ujë sipër akoma. Sigurohet Katerina për higjienën në kuzhinë, që është kaq e dukshme Okati, nuk ka nevojë fare të na shpjegosh, se e dim që je perfekte në këtë drejtim dhe jo vetëm. Edhe çliron këtë aromë. Edhe shije, edhe çfarë t'ju them. Një sallatë shumë e mirë. Tani për pjesën e domateve. S'ka gjëse, unë do t'i pres direkt këtu tani. Mund t'i prisni në format të ndryshme. E di që edhe këto
luajnë atë vlerën e tyre, Bishtet. bishtat. Unë i kam të laga tani, por E kam parë që edhe në gatime i lën ashtu kokën në fakt domatet, në restorante i lën me gjithë të gjethën. I lëjnë, do me thënë, japin atë shien dhe aromën e domates. Kjo është që e bën, e thënë që ideja që pse duhet i lëm. Një dhe plot ngjyra. Bukurë. Tani... Në ekran keni edhe recetën, sigurisht duke shtuar e duke hequr si pas dëshirës, shijes, apo asaj që ju gjëndet në shtëpi, Kati na tha që në fillim, që aty keni dhe repa, apo keni dhe gjërat të tjera, keni dhe spinaqin, që do të thot, varet edhe çfarë gjeni, gjithsesi mirë është që të ketë sa më shumë jeshillëqe, dhe të mos të mungoj portokalli dhe limoni, mendoj që në këtë salat duhet. Dhe në këtë kohë, janë. është, do me thënë, janë më, do me thënë, ushqimet më të mira. Të mundohemi të konsumojmë frutat e stinës. Kjo është gjëja më e mirë. Nuk është e thënë sepse kemi dhe në verë, por në verë kemi, por nuk kemi salatat të tilla, do me thënë, në verë. Më mirë fillojnë tani, vjesht edhe deri në fund të dimrit. Hedhim dhe këtë kaparin. Edhe të shtojmë edhe lëng limoni. Stecin e kuq e kemi brenda apo se e ke vendosur? Nuk i kam vendosur, i hedhim tani. Mund t'i ashtu ta presni në kubik të vegjël, mund ta bëni kështu në rrypa, si të doni, domethënë. Hedhni edhe këtë pjesën e lëngut të limonit. Edhe vaj në fund fare. Dhe kështu kemi shtuar edhe vitaminën C me shumicë në këtë sallat. Tani unë të pastroj pak duar. Po, dhe çfarë do të bëjmë? Edhe do ta hedhim, do ta vendosim. Do ta vendosim në sallatierën. Në sallatierë, do me thënë që do ta keni ju për të do ta shërbejmë, po. Krip, s'kemi hedhur dhe piper, ja kemi këtu. Okej. Atëherë, bëjmë diçka. E largojmë këtë pjatën. Dhe vendosim piper. Nga këto këtu nuk të duhet më gjë, apo e do specin? Jo, nuk më duhet, do të shikoj, do me thëmë më të hedhim dhe pak spes, po në momentin në fundi. Po i lë këtu. Se ndoshta mund të duhet diçka. Faktikisht, këto punojnë mirë me dorë. Pa. Që të bëjnë tamam, do me thëmë. Op, se e kapi. Luga vetë. Buka vazhdon të jetë ngrohtë. Pra, dreka sot kombinohet shumë mirë me njëra tjetrën, në? Një salat mikse, një pjatë me makarona, nëse e doni për darkë, thjesht salata dhe një fet buk me kefir, dhe ju kemi dhënë ide. Nëse e doni për drekë, salatën dhe me djath të pjekur në furmë me spec. Po pra, atë djathin të ne bësh një ditë. E kam vendosur në furë, po të regoj, do me thënë, e ke për djathin te? E kam vendosur. Pra ndaj speci më dilë të mangut mua. Se në fillim të emisionit ishte i plot. Tani më del gjysë. Të del gjysëm. Dhe si pas dëshirës janë këto erzat e stinës. Pritë se ku kisha një qikë borzilo këtu. S'po se shpeti bërë. Ajo shkëputja e shkurtër e reklamave dhe e lajmëve bënë që Kati të kryoj dhe një gjë tjetër, të shpejt, në pak minuta, rëndësika që ta çoj atë pjatën deri në fund se si duhet të kombinohet tamam. Edhe nga këto, erzat janë shumë të mira, do me thënë, në qoftë majdanoz, qoftë kopër, qoftë energjik, çfarë të doni ju, bravo Rani, sa bukur që në zori. Sa bukur doli si baçë me lule. Borzilok në zëmër. Shumë bukur. Zëmër e vëri, do me thënë, ti e madhja, unë jam e vogla. Ne të dyja jemi aty, ë? Ne të dyja. Ka dalë një tjetër ati në fund. Po të shikojmë këtu, edhe këtu, po, si thoni juve, ta lëm kështu më mirë, mos ta servirim fare në sot. Ta lëm aty thua, pritesh. Dhe gjënë qikë mua, nëse edhe në shtëpi, keni një tigan të mirë, do me thënë, mund të lëni kështu në tigan, duke vendosur një, do me thënë atë lugën që keni enkas për të serviru, edhe vendosin një dras sipër, edhe në tigan.
E keni, do me thënë, në një traj tjetër mënyre ta imagjinoni. Edhe e servini kështu të ngrohtë me këtë avullin kur hapet kapaku, se çka një lezet kur e vendos në tavolin. Ka një tjetër lezet. Tani, kemi diku te 5 minuta kohë, 6 minuta kohë. Kemi goxha tamam neve që të presim edhe bukën. Të mbarojmë bukën më mirë, ta servirim dhe bukën dhe pastaj t'i hedhim një sy të fundit të recetave në atë 2 minutë në fundit. Ja të presim dhe bukën, Anila. E di që tani po e heqim këtë? Po, mund ta heqim, faleminderit. Të lutem. Bukën e kemi në drasën e vetë neve. Lezetshme është kjo zhurma kur prihet buka. Kërc, edhe kur e mendoj që buka, me thënë, shikoj edhe sa mirë ka dalë dhe nga brenda, edhe pse është ende e ngrohtë. Më thoni juve të dashur anvisa, kujt nuk do t'i pëlqente kjo drek? Makaronat... Unë do t'a konsumoja çdo ditë. E disa mënyrë është bërë buka. Jo, tani kam të drejtë që të themi bëheni se do më kujtoni? Ua, do më kujtojmë the, por më tepër sa shpejt bëhet, as duhet të vi brumi, as do ndonjë përpulim të madh me duar etj. Ja, nëse ju them unë shikojeni. Shikojeni, nëse unë ju them që nuk është, nuk qëndron fjala që unë them. Ja dali ta shumë tani, atë dua të marr. Atë dua të marr, atë pjastrën. Buka me kefir, mos nguroni ta provoni me këtë. Ka shije tjetër, ka pamje tjetër, ka aromë tjetër. Më besoni, provojni. Mja një shishe e vogël kefir ju duhet, mielli për çdo përdorim nga Ola, edhe shi që ka bërë me djathin. Ja edhe këtë. Ua, më kati. Edhe këtë. Jo, kaq mjafton për të ngrënë. Kaq mjafton sot, buka me këtë djathin. Edhe, tani, a është e mirë që ta ngjysh këtë? Edhe sa kur do e mbyllim? Dhe gjë që i kam lënë dhe këto pjesët e domates, sepse në momentin që piqen nxjerrë një aromë domateje, më të theksuar se sa domatja vetë. Kështu që lërini dhe juve në shtëpi, do të thënë specë jeshile, specë të kuqe, domate, djath, këtë djathin këtu që kam aty. Këtë kam përdor, na? Atë përdora. Ja, gjysmën e saj kam hedhur brenda, se se kam hedhur të gjithin, ja ku është, që t'jem dhe realiste. Gjysmë kam hedhur, jo të gjithin. Po ama do kënaqeni me këtë bukë, me këtë djath, si një lloj fërgese e shpejtë është kjo. Bëni bukën, në krah të bukës vendoseni dhe këtë. Sa të bëhet buka, bëhen të dyja bashkë, edhe ç'të hani. Hidhni dhe pak gjalp nëse keni, sepse ç'është e vërteta Gjallë pak shia. Tjetër shia, gjallë bajolliri, ç'të keni juve në shtëpi, nuk ju detiroj për të gjithë, po bëjnë, domethënë me djathin e domate dhe specat. Shumë mirë. Kjo është e rëndësishme. Tani, unë do të doja që të shojmë pak në ekran, jo receta dua, se e di në fund, edhe ju që mund të keni qenë të pavëmendshëm, se po gatuaj, nuk po bëjnë ndonjë gjë të madhe, tani shikoni këto pjatat këtu, jam e sigurt që pyesni, po si e bëri këtë gatimin, si u bën këto makaronat, me çfarë u përgatitën, kush janë përbërësit. I shfaqem edhe një herë në ekran të gjitha recetat njëra pas tjetrës. Tagliatelle folez me mish të grirë në tigan na duhet një pako makarona, një qep, një karot, gjysmë speci të kuq, një lug salcë domatesh, një lug piper të kuq speci, 300 gram mish të grirë, një lug mix erzash, 4 lug vaj, 50 gram djath kaçkavall, majdanoz, kopër, krip edhe piper. Salcë mix me vitamina me shumë shije. 300 gram salat mikse, rukola, salat jeshile, spinaq, 2 qep të njoma, 2 repa, 1 domate, 1 lug kaperi, borzilok, 1 thelpi hudhër, vaj, uthull, lëng limoni, 1 portokall, krip edhe piper. Bukë e shishme dhe e shpejt me kefir, 450 gram miell, 360 ml kefir, 1 lug pluhur pjekës dhe 1 lug krip. Për t'i parë recetat, si që kujtova, pak më vonë në Balkan Web ose në YouTube. Gjeni recetat, gjeni videot, gjeni fotot, gjeni gjithë shkaj që ne kemi transmituar nga ora 9 deri tani në një transmetim të drejt për drejt, si gjithmonë nga ekrani News 24. Harove, Anila, të gjeni edhe ne. Po pa ne, si, pa ne ku? Të gjeni edhe ne në YouTube. Po se unë zakonisht e në gjeni ne të dyja. Ju që në kërkoni, në gjeni atje. Tani, jemi në fund fare, besoj, jo?
Jemi në fund fare. Ç'do themi? Atëherë çfarë do të themi? Duhet të themi anëvisave që të kalojnë një ditë sa më të bukur, mos ezitojnë të përgatisin familjet e tyre, sepse vërtet do të ngelen shumë të kënaqur, do u thonë pjesëtarët e familjes ju lumshin duart, na i keni bërë shumë të mira, pra i keni qarë sot këto gatime. Dhe që t'i qani bëni kështu si që i bërëm neve, shumë thjesht, shumë shpejt, shumë bukur, dhe të shishme dhe të shëndetshme, por mbi të gjitha dhe ekonomike. Nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi sa më mirë ditën sot, ju dua shumë dhe ju pres nesër këtu në të njëjtën orë bashkë me Anilën time, se pa të, me thonë të drejtën, nuk do t'isha unë kjo që jam, që është e vërtetë. Që edhe unë ju dua shumë. Sepse unë shkëlqej në bazë të Anilës bëjmë qefin vetes. Jo, mirupafshim. Tani kemi të lumshin duart edhe njëherë, nesër patjetër në orën 9 që në mëngjes me tryezën ton plot për të gatuar për ju edhe bashkë me ju. Tani kemi publicitet.